Ky është një mësim I mirë edhe për ty, Ami, që më ike më lek kështu, kupton apo jo, po gjithsesi ike ti, po vjen Vandami. Vandam Sula! Ala Mamroma. Edhe në emër të publiku duke të falnderuar për gjithë të performancë të këtyre kohëve të fundit, unë do thoshja, Vandam, kjo koloratura mediatike vizive dhe e shkruar, në një farë mënyre është duke u nisur nga pozicioni oportun juaj si gazetar, ka ndikuar sa do pak në... Pra... Ashtu, Ke hikë dhe tja. Nuk jemi në në ti. Si jam mirë, Të shof të hikur. Jo. Ja ku jam, atëre Vandam Sula. Palemandit. Ala mamoma. Mirë mbrëma, qëfar pas keni kështu sot, Zot Ivani? Kam vapua pak, e mbota lafa. Po pse, ku keni qënë? Ku s'kam qenë, thuj. Ma badajtet. Po si ndodhi, na I tregoni? Se ndodhi. Isha duka hetë në bulevad, ku papito e papandihur, më del papa kjo tabel, të lutem regjia. La dzej aty, shqova diku aty më des tabelave Amsterdam. Thash pa moj hek ne për Amsterdam. Falë, po, Zot Ivani, po... Doga hac. Po? Kalova në bulevad. Po? Dola dita kodra drejtan për iftit. Te kodra e priftit. Te kodra drejtan për iftit. Po jo mërë djalosh, Zot Ivani, është kodra, ajo quhet kodra e priftit. Nga që ja kanë shkakuar drejtanën, panda. Okej. Nese, po thoni që po shkonit drejt Amsterdamit, ç'donit në Amsterdam juve, Zot Ivani? Nuk a kisha për qëllim të shkoja, pa, nga që ma duli tabela, pa, thash, pa voj he, ako ta? Po, si ndodhi? Ndeshë jetën, unë ndeshë jetën, pa dëkne, unë ndeshë jetën, ako sa të kne, haca, dulandaj, kalova dajtë, dulambiz, martanesh, haca, do të maroj rruga. Po? Ma papa më doli një avlije në altë, Po? edhe I port heke. Nuk isha ko të shkoja. E trokita, tang. Dole ka të nama sa pata, që të tha? Thash, më falni, më keni pangua rrugën pa Amsterdam, hapo. Tha, që Amsterdam e qënë, tha, këto tha, shpje ime, tha, të lutem shumë, shoko ka të na, thash, hapa rrugën, sa kam da me ikë në Amsterdam. O qënë, tha, mas më tërë, tha, ti I 50 I sot, tha, që I bje des të eme të vëshku në Amsterdam. E thash, të lutem shumë, ja tha, mas të lutë, tha, hekeni. Ma mbylli portën e Amsterdamit, në kalova datë. Njela, në kisha halin tem, që u shqetzova, po kisha halin e ditës, mes të Tiranës fillkat vetëm, do kam bëjtë mu në shtëpi, u pa marak? Si, një minut, ju pas keni marrë shtëpi në Tiranë? Se, ku ka do na pa shpi Tiranë? Normal. Po mirë, mund të më thoni adresën eksaktësisht, ku e keni shtëpi në Da Tiranë? pa për qoka? Po. Qef të shqip, shpin ti ima kam, ku këthehesh për Milano? Po? Vazhda drejt, për këte, për ka Vjena, Po? da këthehesh mas të ne majt as këte nga për të Galia, Po? dhe vazhdojsh drejt në për Danimark, da këthehesh të Stockholmi, aty, sa kala Parisin, shpia pa djatas. Ju e pas keni shtëpin pran Oslos. Ullë se nuk o shpi. Po jo, Zot Ivani. Zot Ivani, këto tabela janë thjeshtë, janë simbole. Më kupton? Çfarë ka? Thash simbole, Po çfarë? Zot Ivani, të lutem shumë, le ta marrim seriozisht këtë lidhje direkte, po të thoja, me anë të këtyre tabelave, tregohet se më në fund u realizua ëndra mira vjeçare e heqjes së vizave, e kuptoni? Da më thonë, Europa në hoqi vizën atë që? Jo, pra, Zot Ivani, ato tregojnë atmosferë, më kupton? Tregojnë, për shembull, e dini ju se çdo të thotë të hiqen vizat, do të thotë për shembull që të shkojmë për pushime në Europë. Po pushime? Po. Apo pushime të bëjnë spillaun?
Unë kam hapë për punë. Jo. Me punu. Jo, pun nuk ka. Ti Jo, mund t'ikësh vetëm si turist. Duhet kesh me vete edhe një 500 euro për person, si garanci, plus prenotimi i hotelit, plus shpenzimet... Dë sekonda, më dhe më plusa, dë sekonda. Të që 3 vetë në shpi, ka 500 euro, 1500 euro, plus hoteli, të gjë të legërë? Po tani... Do të të rohëm, të zdi dhe një kusharini, një fafisi, një kamshiu, në taj pi qëllë, Po nuk ka kuptim si do t'i pini në qafë kushurinve? Po të pini në qafë kushurive, se edhe kushurit ku kanë adho më kanë në qafë mua. Me gjitha kushurit a shket ku vinë nga emigrimi, pra pushimet me lek të veta i bëjnë to. Në qesin gjithve, po i bëj thirrje të gjithë shqiptarëve që janë në Shqipëri, ma që ka puna kështu, kush do të udhëtoj ju lutem shumë telespektator, kush do të udhëtoj për në vendet e Europës, të bëhet gati, të t'i bëj telefon në kushurini, në kamshiu, në farafisi, në isoj, në sorallopi. Ti zëjtjen. Shumë mirë, Zoti Vani, shumë mirë. Atere. Kjo është thirrja pa shqiptarë me në Shqipërinë si du me i jashtë. Shumë bukur. Me që jemi këtu, a mund t'i bëni një thirrje dhe shqiptarëve që jetojnë në Europë, çfarë do t'u thoni? Pa shqiptarë që jetojnë në Europë kam vetëm një thirrje. Ne pavim, ndroni adresë në shtëpisë e hullni celular në det.